الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Padyshim se namazi natës, namazin e errësirën e natës ka dobi të shumta. Besimtari përfiton në aspektin e imanit, në aspektin e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, ndjen kënaqësi të madhe trupore e shpirtërore. Dhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na tregon për vlerën e namazit natës, se si ai ndikon në shpirtin e njeriut, në zemrën e tij. Në veçanti kur njeriu musliman zgjohet në pjesën e fundit të natës dhe namazi i tij përputhet me bereqetin e kohës, pra kohën kur zbret Allahu subhanahu wa taala, ashtu siç i përket madhështisë së tij në qiellin e kësaj bote. Allahu thot: "Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila." Me të vërtetë se adhurimi gjatë natës ndikon më fuqishëm dhe fjala është më shprehse, më fuqishme. Pra, po tregon Allahu subhanahu wa taala se si adhurimi, pra namazi gjatë natës ndikon më fuqishëm në zemrën dhe shpirtin e njeriut, nga që gjatë tij bashkëvepron zemra e njeriut, dëgjimi, shikimi dhe gjuha. Dhe kjo ndodh për shkak se gjatë natës njeriu lirohet nga angazhimet. E po ashtu edhe faktorët e jashtëm, cilët shkaktojnë zhurmë dhe zërat ndryshëm, lëvizje ndryshme pushojnë gjatë saj. Dhe gjithë kjo e ndihmon besimtarin që ai të fokusohet tërësisht me zemrën e tij, me qenien e tij në adhurimin që e kryen për hir të Allahut subhanahu wa taala. E bën që ai të kuptojë mirë se çfarë është duke lexuar nga libri i Allahut. Dhe rezultati i kësaj është se përfiton shumë nga ky adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj asesi mos lejo që nata të kaloj pa falur namaz natë. Bëje këtë pjesë të pandashme të edukatës tënde në raport me Allahun subhanahu wa taala. Qohu edhe falu për hir të Allahut subhanahu wa taala, qoftë edhe disa rekate gjatë natës. Qoftë edhe nëse e fal vetëm vitrin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ij'alu akhira salatikum bil-layli witra." Namazin e fundit të gjatë natës bëjeni vitër. Namazi i natës ka dobi të shumta. Namazi i natës të fuqizon, të jep energji, të jep gjallëri. Namazi i natës ta shton besimin, ta shton bindjen në Allahun subhanahu wa taala. Namazi i natës bëhet shkak që ti je stabil dhe i qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse ti gjatë tij e shijon Kur'anin. Ndalesh tek mrekullitë e tij, gjërat që të mahnitin. E përjeton Kur'anin ashtu siç nuk e përjeton kur e lexon atë gjatë ditës. Jeton brenda ëmbëlsisë së Kur'anit dhe arrin deri në një gradë të përfitimit nga Kur'ani, gjë që nuk mund ta arrin ata njerëz që nuk qohen për të falur gjatë natës. Andaj kjo është sukses prej Allahu subhanahu wa taala, udhëzim prej Allahut, drejt cilit Allahu e udhëzon këtë doj për robërve të tij. Pra gjitha këto i përfitojmë nga namazi i natës. Namazi i natës është shërim, siç ka ardhur në hadithe, nga smundjet e ndryshme. Namazi i natës e largon dembelin nga trupi. Namazi i natës të ndihmon që ta kuptosh Kur'anin më mirë, të përfitosh nga ai më shumë. Andaj patjetër gjatë javës ndaj disa net, gjatë të cilave ti e ripërtrin imanin tënd, e përmirëson zemrën tënde. Ndalesh dhe përsijate mediton rreth Kur'anit. Gjithashtu prej dobive tjera që përfitojmë nga namazi i natës është se në pjesën e tretë të natës zbret Allahu subhanahu wa taala në qiellin e kësaj bote, ashtu siç i përket madhështisë së tij. Dhe thot, siç transmeton Abu Huraira nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lejletin ila as-sama'i ad-dunya." Zoti ynë i lartësuar zbret çdo natë në qiellin e kësaj bote, hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir. Atëherë kur mbetet pjesa e tretë e fundit të natës. Yaqulu dhe thot: "Men yad'uni fa astajib lahu." Kush është ai që më lutet mua e unë t'i përgjigjem? Men yes'aluni fa u'tiyah. Kush është ai që kërkon diçka prej meje e unë t'ja jap? Men yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kush është ai që kërkon falje prej meje dhe unë pastaj ta fal atë? Pra ky është një rast i volitshëm që ti duhet ta shfrytëzosh. Zoti yt po të thret gjatë natës, andaj ngritu, qohu dhe lute Allahun, kërko prej tij, kërko falje gjunash, sepse gjitha këto do t'i gjesh te Allahu subhanahu wa taala, i cili është bujar e është fisnik. Pra namazi natës nxjerr nga realiteti i jetës kësaj bote dhe të fut me një realitet tjetër të rëndësishëm, e pastaj të jep fuqi dhe gjallëri që të përballesh me përditshmërinë tënde në të nesërmen. Lusim Allahun subhanahu wa taala na bëj prej atyre që falen gjatë natës për hir të Allahut subhanahu wa taala,
Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.